Divjaka ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror 2026. Çelja e sezonit u bë në parkun kombëtar pranë kullës 360 gradë dhe qendrës së vizitorëve. Atmosferë elektrizuese me praninë e një numri të madh qytetarësh ku nuk kanë munguar kryetari i Bashkisë Divjak Jusif Gorrea, ministri i Financave Petrit Malaj, deputetët e zonës dhe drejtuesja politike e qarkut Fier Belinda Balluku. Koncerti organizuar me këtë rast u hap me performancën e sazeve të Myzeqes. Më pas kanë dalë në skenë edhe miset e Shqipërisë. Koncerti vijoi me këngëtaren Eranda Libohova si dhe këngëtar e grupe të tjera. Divjaka prej vitesh njihet për frekuentimin e madh dhe gjithmonorritje të vizitorëve vendase të huaj. Bizneset e shumta të Divjakës, por edhe zonës përreth kanë ekspozuar produktet që ofrojnë për vizitorët, ku dominon tradicionalja, ngjalla dhe peshku i lagunës, si dhe gatimet e tjera. Ngjalla që ka Divjaka nuk e kanë me asnjë qytet. Kjo është fakt tashmë dhe dihet botërisht. Por ne ofrojmë të gjitha gjërat që del nga laguna, nga deti. Së fundmi kemi futur dhe disa ushqime të tjera që të cilët po pëlqejnë tradicionale, po pëlqejnë nga turistat vendas, po ashtu edhe shumë nga të huaj, të cilët nuk mungojnë si çdo vit. Këtë vit duket që është shumë mirë, duke filluar nga turistë spanjoll, nga gjerman, nga shumë turistë. Por shohim që ka nisur mirë dhe shpresoj që do jetë shumë mirë. Divjaka vitet e fundit ka bërë diçka më ndryshe, sepse një turist mundohet që mos të vi vetëm për një drek ose për drekuar diku me një vend që ka një emër, por është mundësuar shumë gjëra të ndryshme, pjesa e xhirove me varg, kulla, ka disa atraksione të ndryshme për një turist që mos jetë vetëm për një drek ose për të pushuar një orë, por mund të rri gjatë ditës, mund ta shfrytëzoj komplet ditën. Po sa po vjen dhe turizmi i huaj, po afrohet sa më shumë. Këto ditë ne kemi punuar shumë me turizmin e huaj, po dhe vendasit shumë. Edhe pëlqejnë më shumë turistat e huaj. Turistat e huaj te janë te peshku, rizotot, tavat. Janë më shumë tek zonat e gjërat e vendit tonë, gjërat e lagunës. Gjërat tradicionale tona, siç është ngjalla, siç e folëm, qepulli edhe çokujon. Prej vitesh në Divjak ka dhe shumë rezident nga shteti italian, të cilët e pëlqejnë zonën, natyrën dhe njerëzit mikpritës.